Misteri i një njeriu që vinte nga një tjetër dimension. Kush nga ju ka dëgjuar për Sergej Ponomarenko? Sergej Ponomarenko ishte një udhëtar, si mund të quhet, ose një mister që ndodhi në Kiev. Në Kievin që po zihen tani, Rusia me Ukrainën. Pra, në atë Kiev, në vitin 2006, ndodhi një mister i pakuptueshëm. Dhe sot, në ekskluziv për ju, do t'ju tregoj këtë histori të çuditshme që ja vlen për ta diskutuar. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderit që jemi bashkë dhe ju falenderit për mbështetjen. Ishte viti 2006, 23 prill të vitit 2006. Dhe në Kiev ndodhi një fakt i çuditshëm. Bu në cep të një trotuari për atë qytetit, ishte pasdite, ishte ora 3 pasdites, nuk ishte shumë njerëz. Ndodhi një zhurmë. Pra, për momentin, dëshmimtarët që ishin aty, kishte dëshmimtar, janë të shkruara këto, dëshmimtarët thonë që ishte një zhurmë dhe një dritë e fortë. Dhe kjo zhurmë dhe dritë e fortë ishte në cep të këtij trotuari, së bashku me një shtëpi trekatçe. Dhe këtu, pranë kësaj shtëpie, u gjet një njeri. Tani nuk dihet sepse askush nuk e pa nëse u shfaq nga hiçi ose jo. Por ai mënyrën se si este duke i shumë i çorëditur dhe sikur të kërkonte ndihmë. Mes njerëzve që ishin aty përreth, që ishin pak, siç u thash, një çift që ishin të moshuar e pan dhe këta kuptuan që kishte diçka. Ajo që i bëri përshtypje këtij çiftit të vjetër, veshja e këtij zotërisë, që ndonse ishte një djalë i ri, nuk vishet një djalë i ri 30 sa vjeçar me një bluze me V, me fjalë me jak V dhe me vija, bluze prej leshi. Sot nuk vishet më. Përveç veshjes, mënyra e të sillurit të tij i bëri që të dyshojnë dhe ata lajmëruan policinë. Policia erdhi me njerë. Erdhi dhe e pyetën, gjën e parë që e pyetën i thanë, na jep një dokument. Dhe ai u dha një dokument. Çudia ishte që dokumenti i tij ishte i vitit 1935. Pra nuk ishte një dokument i vitit 2006. Dhe ata, policia nuk tha gjë aty për aty. Dhe ata dëshmitarët që ishin aty, sikur e kuptuan që policia kishte kuptuar që diçka kishte ndodhur, ose që gjëra të tilla ndodhin, dhe sikur e dinte, dhe e hipën në një makinë. E hipën në makinën e policisë dhe ikën. Tani, sipas të dhënave më vonë, tregohet që kur e pyetën, i thanë çfarë date është sot, policia, sepse duke ditur me qëllimisht ja thanë, ai u tha që sot është data, i tha datën, e vitit 1938. Pra 38, sepse në 35-ën ai kishte bërë dokumentin. Por zotëria, që quhej Sergej Ponomarenko, kishte lindur në vitin 1932. Dhe çudia e kësaj historie është që të gjitha datat që ai kishte dhënë ishin eksakte dhe ato përpuqeshin mirë me të gjitha evenimentet, të gjitha ato çka tha ai. Por jo vetëm kaq, sepse ky mister nuk mbaron këtu. Atëherë, Sergej teksa këta po luftonin që të kuptonin policia, sepse bëjnë gjithmonë kështu, pak të kështu thuhet, që të kuptojnë sepse ndodh shpesh një fenomen i tillë. Ata çfarë bën? E morën dhe e çuan tek një psikolog, që gjoja ky psikologu ta pyeste dhe të mund të gjenin sekrete të këtij psikologu. Pavlo Kudrov. Ky Pavlo Kudrov ka lënë dhe një intervistë dhe ky thotë që unë e kam intervistuar këtë zotërin. Nuk di kush ishte, nuk di emri, nuk di asgjë sepse pjesën tjetër e di policia, por unë mund t'ju them që është ky zotëri që duket. Zotëria, ai që i treguan në foto, ishte me fjalë me atë bluzën me V dhe me vija. Pra bluze prej leshi. Por ka një tjetër mister. Ai kishte një aparat fotografik dhe brenda këtij aparati fotografik, pra Sergej, kishte disa fotografi të bëra në Kiev. Dhe e çuditshmja është që ato fotografi që i gjetën në atë rulin e makinës fotografike, sepse ishte me rul, kur i bën ato fotografi, ishte edhe fotografia e tij me gjithmonë ai me atë bluzën, e gjeni këtë, sepse kjo është fotografia më e famshme që u shpërnda, përveç fotografive të tjera, dhe ky Sergej është aty, është 30 sa vjeç, e ndonse 30 sa vjeç duke sikur është 45, sepse në ato vite duke i kështu. Megjithatë, Sergej kishte fotografuar disa vende, dhe çudia ishte që ato vende që kishte fotografuar ai
nuk përputheshin me botën, me fjalë me Kievin e vitit 2006, por ishin pikërisht të viteve 1930. Dhe tjetra ishte që ky, kur e pyetën se çfarë kishte ndodhur, tha që unë kisha dalë shëtitje në qyteta afër shtëpisime. Dhe një dritë e forta, pse unë shkova, tha, një dritë e forta u shpërtheu, sepse unë doja që fotografoja, tha, një kamban. Një kamban, tha, që ishte sipër një shtëpie përballë shtëpisime. Në fakt ai kishte shkrepur dhe dukej ajo fotografi ka dalë edhe në qarkullim. Tani ndoshta e gjithë kjo është e sajuar, po pse duhet ishte sajuar nëse? Dhe në fotografi duket një kamban që duket si një disk fluturues në cep. Megjithatë, ai u mbyll aty për aty ajo histori. Pse? Sepse policia pasi e la te ky Kudrov, ky psikologu, ishte brenda aty, policia ishte, me fjalë, një nga policat ishte jashtë që priste, ishte në katin e tretë që nuk ishte shans që të dilte nga aty, sepse ishte shumë lartë, për më tepër pse do të dilte, sepse ai nuk ishte, me fjalë, Sergej nuk është se kishte kuptuar që diçka e madhe ishte bërë. Ai thjesht u fut aty tek psikologu me qëse këta policisë i thanë. Dhe në momentin që u fut polici që të pyeste, ky psikologu teksa i kishte kthyer shpinën me fjalë me sekonda. Kur u kthyen nuk ishte më, nuk ekzistonte më. Nuk u gjet më aty, pra nuk ishte brenda dhomës, nuk ishte në balkon, nuk mund të kishte zbritur poshtë. Sergej Ponomarenko u zhduk. Por prisni pak, sepse nuk marron këtu, është vërtet e çuditshme, kam studiuar gjatë këtë sepse kam folur edhe në një emision. Por kur shkuan që bën ato fotografit, mes fotografive, përveç atyre fotografive që vet ai ishte, pra Sergej, kishte një fotografi me një vajzë. Në fakt ai kur e pyetën aty, që ishin tek policia dhe ai tha unë dua vetëm të kthehem në shtëpi, tha, pastaj dua të shkoj, tha, tek e fejuara ime, te Ania. Pa jo, nuk quhej Ania, ai quhej Valentina Krishna, dhe do t'ju them se si. Atëre, këta kërkonin Anjen sepse e gjetën në foto, ai kishte bërë një fotografi në rulinun që kishte të makinës fotografike, ata gjetën edhe fotografinë që kishte bërë ky së bashku me atë vajzën e re. Dhe çfarë bëri? Policia shkoi të kërkonte atë vajzë, por e kërkonte me emrin Anje. Nuk gjetën me emrin Anje. Dhe si përfundim, një ditë dikush tha që unë e njoh këtë, tha, po kjo nuk është, kjo është një fotografi e vjetër, u tha dikush që pyetën. Dhe i than gjithmonë në Kiev. Dhe ky zotëria që u tha që unë e njoh dhe është e vjetër, i tha vendi se ku gjendej. Dhe i tha ajo quhet Valentina Krisha. Dhe këta shkuan tek Valentina Krisha. E çuditshme e kësaj histori është që kur shkoi policia tek Valentina, që ta pyeste, në qoftë se kishte njohur dikë para disa viteve, Valentina tani në këtë moment ishte 70-80 vjeçare, një gjë e tillë, a më shumë, në vitin 2006. Dhe më duket te edhe ca. Dhe e pyetën, i thanë, çfarë, nuk i mbaj mend datat, thjesht një numër thash kështu. Dhe i thanë, a ke njohur ndonjë njeri në vitet 30, 40 që të kuptonin? Po, tha, jo, kam qenë me një djalë e fejuar. Dhe i tha, quhej Sergej Ponomarenko. Këta mbetën që dihet u shtangën. Dhe i thanë, po, çfarë ndodhi? Nuk di, tha, një ditë doli, tha, nga shtëpia se do bënte disa fotografi, tha, dhe u zhduk. Dhe ajo u tregoi që ky kishte bërë dhe fotografi të tjera, ky Ponomarenko, të Kievit, me disa pallate mbrapa, sepse ky, pra Sergej, kishte thënë që nuk di se si, por bënte shkëputje të her pas here, nuk dinte se si bënte këto shkëputjet, futej në një tjetër dimension, dhe pas ti, ajo ja u tregoi këto fotografi, gjeni dhe këto fotografi që ka shpërndar kjo Valentina, dhe fotografit që janë, ajo fotografi që ka ky, pra në një Kiev që nuk ekziston, ato pallate nuk ekzistojnë, janë grattacella. Sipas gjasave do të jetë në vitin 2050 kështu. Pra Kievi do të pastrohet edhe një herë, do të rregullohet, do të bëhen me pallate shumë kaq dhe grattacella. Të paktën kështu tregonte në këto foto. Tani, dhe di që për dikë këto duken si teori konspirative ose si teori të trilluara, por po sikur të jetë e vërtet, sepse ne duhet dim diçka. Shiko,
Ne jetojmë në një botë që nuk e kuptojmë fare. Ne kemi kuptuar vetëm 5% të kësaj bote. Bile ne përdorim 10% të teknologjisë që mund të shfaqet. Dhe tani, ne sapo kemi zbuluar inteligjencën artificiale, merrin me mend nëse ka jo nëse, por ka një botë tjetër që ne nuk e njohim. Dhe po sikur të ketë një mënyrë që njeriu ose vetvetiu ose nga ndonjë shkak i pa kuptueshëm ose ndoshta nga një teknologji e një forme tjetër të jetës në këtë planet të bëj disa gliqe ose disa shkëputje, po sikur të jetë e vërtet. Megjithatë, për këtë histori tregohet që ka folur edhe KGB-ja, bile ka folur edhe FBI, të paktën kështu thuhet. Kanë bërë edhe një emision në Amerikë pikërisht për këtë, pra për Sergej Ponomarenko. Ju, çfarë mendimi keni për një histori të tillë? Pres komentet tuaja, le ta diskutojmë. Kush është rastësisht si gjithmonë bëjini like faqes dhe videos që shihemi sërish. Dhe faleminderit Shqipe, faleminderit gjithmonë për mbështetje. Ju përqafoj. Natën.